Kombëtarja shqiptare pas 2 ndeshjeve të para në kualifikueset e Kupës së Botës ja doli të merrte vetëm 3 pikë. Kuqezin të mposhtë Mlandia 2-0 në transfert dhe të hënën triumfuan 3-0 ndaj Andorrës në arenën kombëtare. Pas këtyre përballjeve, skuadra e drejtuar nga Silvinho mban vendin e dytë në grupin K me 3 pikë, po AS Letonia, ndërsa Preluanët e Thomas Tuchel kryesojnë me 6 pikë pas 2 sfidash. Por sfida e radhës do të jetë mjaft delikate për kombëtaren shqiptare. Shqipëria do të presë në arenën kombëtare skuadrën e Serbisë. Sfidë kjo që është parashikuar të luhet më 7 qershor në orën 20:45, një ndeshje shumë e rëndësishme ku kuqezin do të luajnë all-in vetëm për fitoren dhe 3 pikët janë më se të rëndësishme përballë një rivali direkt. Ndërkohë pas sfidës me serbët, kuqezin do të luajnë në transfert pas vetëm 3 ditësh. Kombëtarja do të udhëtojë në Letoni për të sfiduar vendasit. Sfidë kjo e parashikuar të zhvillohet më 10 qershor në orën 20:45.